Jose Perales fitoi ponë e të dashurës së tij Kayla Balboa për propozimin për martesë gjatë një udhëtimi në Paris, të cilin Texani ja kishte servirur si rastësor partneres së tij të zemrës. Gjithçka u bë edhe më romantike dhe e veçantë pasi ai kishte porositur në fshehtësi në ditën e Shën Valentinit një kompani pariziane për organizimin e eventeve për propozimet për martesa. Çifti është në një lidhje prej një viti dhe eventi i tyre u organizua me pamje nga Kulla Eiffel. Në një reportazh të agjencisë së lajmeve Reuters, drejtuesit e këtyre kompanive thonë se çmimet për këto shërbime rriten në varësi të vendodhjes, nisin me 590 euro. Klientët e tyre shpenzojnë mesatarisht 10.000 euro për një po, dhe ka raste kur propozimet ekskluzive në kështjella apo jahte private kushtojnë deri në 100.000 euro. Sipas anketimeve, 38% e turistëve thonë se janë ndikuar nga ekrani dhe seriale si Emily in Paris për të zgjedhur Francën për evente të tilla. Me mbi 25 agjencie aktive vetëm këtë vit, Parisi konfirmon titullin qyteti i dashurisë, duke kthyer romancën në një industri që gjeneron miliona, ku çdo detaj është i kuruar për të postuar në rrjetet sociale.